nisi lufta, konflikti Iran-Irak, që pa Arafatit filloi të bashkëpunonte me Sadamin. Hamasi tani, i cili kishte luftë përkundër pesh, filloi pastaj të lidhesh me Iranin. Çështja palestineze pastaj mori goditje kur po themi dhe Sadami u mund, sidomos në po themi në invazionin e Kuvajtit, sepse edhe aty çështja palestineze mori goditje tjetër për shkak të faktit që ishin rreth 300.000 palestinezë që jetonin në Kuvajt. Në momentin kur trupat e Irakut të futën brenda, filluan të bënin plaçkitje. Dhe në momentin e parë kur u rikthye qeveria e Kuvajtit, përzuri 300.000 palestinezë në ajo zonë. Domethënë krijoi një frym anti-palestineze në gjithë mbretëritë e gjirit aty për të thënë që ju s'merret njëri se ju s'dini të jetoni, domethënë. Dhe kjo e bëri dhe Arafatin, pra edhe kjo disfat edhe përzënja e Palestinave i dobësoi shumë pozitat e Arafatit. Dhe kjo detyroi Arafatin pra që të ulesh të bënte akordet e Oslos në 93. Dhe akordet e Oslos që u bën në 93 pastaj i shkon në kundërshtim me politikën e Iranit. Sepse Irani kishte, siç ishte edhe vllazëria muslimane që përdorte çështjen palestineze për të minuar legjitimitetin e qeverive, ishte njëkohësisht dhe Irani që donte të përdorte çështjen palestineze për të legjitimuar sikur ishte e vetmja fuqi islamike e cila e kishte për zemër çështjen palestineze dhe të dilte si primat i pari në atë zonë. Prandaj edhe financonte Hamasin. Qëndrojmë pak te Irani, me që është kryefjala e ditës, dhe natyrisht referojmë këtu një artikull sidomos të një autori amerikan, Richard Pipes, i cili së fundi kishte thënë që bota ka ndryshuar, dhe Irani është një nga 4 fuqitë më dha sot në botë. Pra ai vendos krahas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinës dhe Rusisë, vendos edhe Iranin. Dhe arsyeja pse ai vendos Iranin është se nëse fuqia deri më sot është shmatur në fuqinë e ashpërt, që është fuqia ushtarake, kryesisht sanksionet ekonomike e tjera me radhë, dhe fuqia e butë, aftësia për të qenë të rreqës për vendet të treta. Në rastin e Iranit është aftësia që ai ka rizbuluar, pra geopolitika, gjeografia politike, që është Hormuzi, dhe jo vetëm Hormuzi, por natyrisht edhe ngushtisat e tjera, Bab al-Mandebi, i cili natyrisht është një ngushticë ku Huthit kanë kërcënuar prej kohësh sigurinë detare, themi. Pra, në këtë kuadër, Irani, a është vërtet sot që ne flasim se rezultat edhe i luftës fundit përmes sulmeve asimetrike në vendet e gjirit dhe përmes bllokimit ngushticës së Hormuzit, një fuqi e katërt botërore? Jo. Dhe Amerikës i ka dhënë kontrollin? Nuk ka shanse. Irani të fuqi e katërt. Ke vende si India, ke vende si Pakistani, ke vende që janë shumë herë më të fuqishme se sa Irani në kuptimin e projektimit të forcës ushtarake. Vetëm gjë që bën Irani në këtë rast ka qenë fakti i bllokimit të ngushticës. Nga ana tjetër, pat edhe një kundër përgjigje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili vendosën bllokat porteve iraniane. Dhe tashmë u bë, po themi, bllokatë dyfish, sepse është bllokatë e Iranit. Po ndërkohë që është bllokatë e Iranit, në ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke rritur eksportet e tyre, janë duke bërë lek në këtë moment që po flasim. Shumica e trafikut është devijuar për në gjirin e Meksikës, në cilën rafineritë e naftës amerikane, ato që janë zonën e Teksasit kryesisht, janë javës kaluar ishte mesatare ishte rreth 5 milion fuqi në ditë. Do të thonë eksportim të naftës në produktet e saj dhe sa vjen e rritet si sasi eksportuese. Pra, ato që bota po humbet në zona, në mungesa e trafikut në atë zonë, janë duke e zëvendësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë duke bërë lek në këtë moment që flasim. Dhe në këtë moment që flasim, Irani, në ky bllokim që i bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, porteve iraniane, humbet rreth 435 milion dollar në ditë, dhe që i bie, po themi, 12 miliard dollar në muaj, pak a shumë, a më tepër se aq. Dhe vetëm që humbet këtë, problemi është fakti tjetër, nëse ti nuk arrin të shesësh naftën, ti duhet ndalosh prodhimin, duhet mbyllësh puset. Dhe është proces shumë i rrezikshëm të mbyllësh pusin, se mund edhe të mos rihapet më pusi pastaj. Pra ti nxjerr jashtë loje gjithë industrinë tënde. Dhe nuk është vetëm industria e po themi puseve të naftës apo fushave të gazit, është edhe pjesa tjetër që ka të bëjë me ekonominë, sepse është bllokuar porti në total. Pra janë bllokuar dhe shkëmbimet e mallrave. Dhe nuk do të harruar që Irani kishte, po themi, edhe para se të fillonte kjo situatë, kishte një inflacion që ishte inflacion i frikshëm. Jam dakord me elementet që ju parashtroni dhe natyrisht janë fakte objektive,
Por ka dhe një anë tjetër të medaljes, pak siç kanë raportuar me dyme ndryshme botërore, ishte një prezantim bindës i Netanyahu dhe shtabit të tij, i cili e shtyu presidentin Trump të bënte një sulm, ai quajti kirurgjikal, duke nxjerrë jashtë rreth 220 zinxhirin ushtarak politik të Iranit, por kjo gjë nuk solli rënien e regjimit sikur ishte paralajmëruar nga shumë strategjistë. Në fakt është zorë që do një regjim të bjerë nga sulme nga jashtë, që më tepër një vend me 90 milion banor dhe një vend që është i papushtueshëm gjeografikisht, në historinë e tij të paktën, të arrinte të përmbysej sikundër ishte pritshmëria e shitur në prezantimin Irani. Po Është pushtuar në 42-shin, herën e fundit që është pushtuar. Ka qenë britanikët.